Industria e bukurisë po zhvillohet me ritme të shpejta dhe po bëhet gjithnjë më e kërkuar dhe inovative. Një nga ngjarjet më të rëndësishme në këtë fushë është panairi ndërkombëtar Medical Beauty Fair, i cili këtë vit mblodhi në Tiranë profesionist, brende dhe ekspert nga rajoni dhe bota. Pjesë e këtij panairi ishte edhe Enisa Kadri, e cila përmes brendit të saj në fushën e bukurisë po ndërton një rrugtim të suksesshëm e madje edhe shumë profesional. Sot në studio do flasim fillimisht për këtë ngjarje të rëndësishme që e ka bërë sigurisht që shumë më të rëndësishme edhe për Enisën, por edhe për gjithë komunitetin që ishin të pranishëm aty. Përveç saj do flasim edhe për rrugtimin dhe suksesin e saj në këtë fushë. Përshëndetje dhe mirë se na erdhe Enisa. Përshëndetje mrekullueshme Aida. Si me këtë rëmuj mëngjesi, me zina arrite. Jemi mësuar me rëmujat, si menaxhere goxha kohë. Jam mësuar që ti menaxhoj rëmujat shumë mirë. Po me rëndësi, arritëm në kohë, do kemi edhe një 20 minuta kohë kështu për të biseduar dhe për të rahatuar. Tama morning coffee talk. Fix, më thuaj, si nis mëngjeset Enisa? Një grua si përmase, një vajzë më falë si përmase. Atëherë mëngjeset e mia janë të hershme, zakonisht zgjedh që të ngrihem herët, që të kem pak kohë për vetveten, dhe pastaj të nis ditën edhe agjendën e ditës që kemi parashiku. Tashi, zgjohem në orën 5 ose 6 të mëngjesit. Oh, bravo! Po më pëlqen, jemi në një vi. Bëj lutjen e mëngjesit dhe pas asaj, pastaj vazhdon dita, një kafe, pak kujdes për veten, lexim një 2-3 faqe nëse nuk kemi më shumë kohë për ndonjë libri sa të nisë dhe të aktivizohet truri, pastaj tu pa të ba. Sigurisht që pastaj fillojnë aktivitetet e shumta, agjenda e ngjeshur që ke për gjatë gjithë ditës. Dua të di se si është eksperjenca jote në këtë panair kaq të madh, që besoj që është shumë i rëndësishëm për ty dhe brendin tënd. Po, patjetër, është viti i tretë me radhë që marrim pjesë tek Medical Beauty në Shqipëri. Këtë vit, organizimi çdo vit e më shumë, ata e organizojnë me vite me radhë. Çdo vit e më shumë perfeksionohet, çdo vit e më shumë ka interes që të vinë të tjerët. Unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e këtij panairi çdo vit dhe promovoj produktet tona, brandin ton, krijoj një brand awareness për atë që kemi kriju, edhe jam shumë e lumtur që veç më kemi filluar të marrim pjesë në për panaire ndërkombëtare në Itali, në Shqipëri, në Turqi e kështu me radhë. Kuptohet që pjesëmarrja në këto panaire ndërkombëtare, përveç që fillojnë bashkëpunime dhe ide të ndryshme mes të gjitha brendeve atje, sigurisht që është një hap i madh pastaj edhe për brendin, sepse ndryshe shihet pastaj edhe nga komuniteti aty, por edhe nga gjithë ata që e përdorin, besoj. Qartë. Atëherë, brendi është kriju shumë vonë, tashi përpara 3 vitesh domethënë. Edhe kam kriju si një projekt ansor, si një pilot projekt. Është diçka që është kriju me shumë dashuri dhe nuk e kemi atë vrullin që të rritemi, por të bëjmë one step at a time dhe të bëjmë gjërat ashtu siç duhet. Është shumë e rëndësishme pastaj që gradualisht nëse gjithçka shkon me rregull dhe sigurisht me shumë suksese të vazhdueshme, padyshim që nuk mungon pastaj edhe rritja më e madhe ndërkombëtare. Enisa, si u pritën produktet apo shërbimet tuaja në këtë panair dhe cilat ishin ato komente që morën nga gjithë ata të pranishëm? Shumë mirë, shqiptarët dinë të vlerësojnë çfarë është e mirë, e dinë shumë mirë se çfarë është e mira. Edhe ka një kulturë shumë të mirë për panairet, për informacionet e produkteve. Kemi bërë shumë shitje direkte aty, po. Madje nuk kishim edhe furnizime, duhej të angazhojmë dikën nga depot tona në Maqedoni që na sillin akoma. Ka edhe profesionist, doktor që vinë edhe kërkojnë bashkëpunime, sepse njëri ndër produktet tona është të tregu shumë i suksesshëm edhe për klientët me rozace.
Nuk është që ne kishim krijuar një formulë të veçantë për pacientët me rozacë, por njëri ndër produktet ka tregu jashtëzakonisht i sukses në këtë drejtim. Edhe na vinin doktor, dermatologë, kështu që të merrin informacione. Sa mirë, një lajm i mirë ky. Ndoshta pa e pritur edhe kaq shumë, ë? Absolutisht. Po bashkëpunime me gjithë ata që janë pjesë e këtij brendi, Enisa, si ka qëndruar tani 3 vite? Shumë mirë. Ne çdo vit rritemi në shtete të tjera, gjejmë distributor, funksionojmë, punojmë, rritemi. Për shembull, në Shqipëri tash kanë promovuar dhe promovoj edhe kanë fokusin më shumë tek produktet që kanë kundradjell, sepse gjithsesi ne jemi një brand që jemi të specifikum, çdo produkt joni i ditës ka kundradjell, sepse Shqipëria ka Brexit-in, edhe ne mundohemi që të promovojmë më shumë produktet kundradjell atje në atë treg. Për shembull, në Angli shesim Biomimetic serumin, i cili është një serum që ka vitamina, që ushqen lëkurën shumë, sepse atje mungon dielli, edhe domethënë ka përbërës të tillë që e ndihmojnë lëkurën. Prandaj mundohemi që çdo shteti, çdo vendi t'i japim produkte, ta fokusojmë domethënë tek produktet që besojmë se kanë me pas sukses tek ato tregje. Enisa, sa është e vështirë për një vajzë kaq të re që ta merr këtë barë mbi supe të udhëheqë një biznes kaq të madh? Tashi e vështirë është se edhe sot tashi tu vonova këtu se shumë obligime, po tjetra është kur e bën me dashuria si gjë nuk është e vështirë. Dëgjoj, edhe po çdo zgjidhje që e kemi neve na kushton jetë. Na kushton zgjidhja në qoftë se do rria unë duke fjetë gjumë në shtëpi, në qoftë se do ngrihem edhe do krijoj, do vrapoj pas ëndrave të mia, edhe pas një kohe thjesht se çdo zgjedhje në jetë e ka koston e vet, kështu që ne nuk e kemi të vështirë të vrapojmë pas ëndrave tona. Sa e mirë kjo. Sigurisht që këtë ëndër e ke pas të kamotshme, apo jo? Për një beauty biznes, besoj që e ke pas më herët, si një vajzë e re, si një vajzë me shumë dëshira. Absolutisht. Si vajzë ambicioze gjithmonë që kam qenë, kjo dëshirë ka lindë për brendin e kozmetikës, ka lindë kur kam qenë studente, sepse duke qenë studente, kisha përzgjidh me përdor një brand i cili ishte shumë i mirë, absolutisht për kualitetin që kishte në treg, po ishte edhe shumë i shtrenjtë. Edhe më vinte sikur turp që të kërkoja nga babi financa, sepse harxhoja shumë shpejt, ishte vetëm 50 ml edhe duhej që ta bleja shumë shpejt. Vazhdimisht ta përdorësh. Edhe ndërkohë them, po pse unë mos të krijoj, si ishte nga ato brendet luksoze, po them pse unë mos të krijoj një brand që do ketë po të njëjtin kualitet, madje edhe më mirë, dhe do jetë me çmime shumë të pranueshme për çdo klient, që të mund çdo zonjë dhe çdo zotëri të kujdeset ashtu siç duhet për lëkurën. Edhe aty lindi ideja, pastaj morëm iniciativat, kemi kriju formula, në fillimisht i fillova nëpër laboratoret zvicrane, sepse siç e dim aty edhe kanë lindë të gjitha brendet më të suksesshme botërore. Edhe pastaj dolëm për shkak se Zvicra, siç është pak për çështje logjistike, dola në Shqipëri me i prodhu. Dhe pas asaj tash jemi kthy prapë në Europë për shkak të doganave dhe custom. Jo, unë e kam nisë me Zvicrën, pastaj e kam nxjerr prodhimin në Shqipëri. Prodhime në Shqipëri, jo në Maqedoni? Jo në Maqedoni, në Shqipëri. Domethënë, kompania maqedonase po e prodhon në Shqipëri dhe më pastaj tash i kam dalë prapë e prodhoj në Europë, për faktin se shesim shumë në Amazon Angli, edhe çështje logjistike dhe kosto transporti, e prodhojmë direkt në Europë dhe na bie më mirë. Por me Maqedoninë, për shkak se i kemi me Europën edhe kushtet me custom edhe doganat shumë më mirë edhe na përshtatet.
Po në Maqedoni mund të gjendet? Tashi po punojmë për projektin e fabrikës dhe në Maqedoni mund të gjendet në tregme patjetër, në për çdo pikë farmaceutike në fillim fare kemi startu vetëm me Zeginin, pastaj kemi dalë në pikat farmaceutike të Eurofarmit, pastaj në për pikat farmaceutike tjera, të kompanive tjera, në për Kozmo, në për vendet domethënë ku gjenden make-up dhe produkte kozmetike. Sa e patë të vështirë Nisa që të gjesh atë rrjetin për të pas sukses kaq shumë ky biznes? Se vërtet duan kontakte për distribuimin dhe gjithçka tjetër. Po, absolutisht. Çështja ka qenë se unë nuk e kam pas të vështirë kontaktin, sepse kam punuar edhe kam vite në treg në biznes. Kam kriju gjithmonë atë rrjetin, edhe rrjetin ndërkombëtar edhe kontaktet që kam qenë e përgatitur me një farë mënyrë, ka qenë shumë e lehtë, ka qenë si një zinxhir që kanë ardhur njëra pas tjetrës, edhe tashi që po futem në për tregjet ndërkombëtare, absolutisht nuk më duket fare e vështirë, sepse e di si është, tashi të më thush, Enisa, do takojmë Donald Trumpin pas një jave. Nuk kam asnjë kontakt Donald Trumpit, po më beso do shkoj në Milano për një revi mode ose ndonjë gjë, dhe ndërkohë do bëj një aksident do dali Donald Trumpi edhe do ndodhi ajo që lindin pastaj kontaktet kur vazhdimisht je me njerëz me bashkëpunime ku po. Absolutisht. Unë jam e bindur që ke pas edhe mbështetjen familjare, padyshim. Gjithmonë, në fakt edhe kjo iniciativë dhe çdo iniciativë tjetër që është fillu e kam pas gjithmonë mbështetjen e familjes, edhe në aspektin e financave. Kam pasur një buxhet determinum dhe jam shumë e lumtur që gjithmonë në çdo vendim janë pas meje, jo vetëm në ata vendime të drejta dhe që janë tregu shumë të suksesshme, po edhe në vendimet që i kam pas me gabim. Edhe kanë qenë shumë të lumtur, kanë thënë, ok, nga gabimet mësohet, perfeksionohet, you can grow up. Po edhe kanë qenë krenare edhe me gabimet e mia, jo vetëm me sukseset e mia. Padyshim Enisa, duke parë që shumë yje shqiptare dhe jo vetëm kanë promovuar brandin tënë në rrjete sociale me reklama të ndryshme. Thuaj se sa të kanë ndihmuar ky promovim i fytyrave publike dhe se sa është pëlqyer nga këto brandi yt. Tashi, sa është pëlqyer, mu nuk më ndryshon dot opinionin sa pëlqihet nga personat publike dhe nga VIP. Po mu mban shumë përshtypje kur produkti pëlqehet nga blerësit, nga klientët. Sepse ky biznes ekziston nga klientët, do me thonë edhe mbahet edhe rritet nga klientët. Opinioni të tjerëve nuk e ndryshon kualitetin edhe nuk e rrit edhe nuk ja hyp dot atë vlerën produktit si produkt, por as kritikat do me thënë të tjerëve nuk ja ul vlerën edhe nuk ashtu edhe njetë edhe kështu që jam e lumtur që e kam mbështetjen e tyre me patjetër. Jam e lumtur që përdorin, jam e lumtur që në çdo rast që ju jepet mundohen ta promovojnë. Po jam akoma më e lumtur kur produktet pëlqehen ose puna që e bëj pavarësisht që mos jetë vetëm për brandin, sepse kam kriju edhe disa brande tjera, kam edhe një kompani tjetër për konsulencë, do me thonë klienti ma ban ma shumë diferencën se sa miqt. Shumë vërtet. Rezultati shihet tek këta, nëse e blen për shembull qoftë një krem fytyre ose çfarëdo gjëje nga brendi yt, nëse për së dyti e blen, për së treti ajo është edhe suksesi. Ajo është ajo që fakti që më lumturon. Dhe jo vetëm një herë ta provosh. Po, pikërisht fakti që më lumturon jashtëzakonisht shumë është që klientët kthehen dhe bëhen klientë të rregullt. Edhe unë fillim fare kur e fillova produkti, do me thëmë brandin, kemi startu me një produkt, dy produkte. Edhe gjithë thonin, ama, si krijohet brand me një produkt, po çështja ishte se, nuk ishte se ne nuk mundeshim t'i listojmë 20 produkte në të njëjtën kohë. Por doja ta testoj tregun, sepse ishte një emër shqiptar, që duket pak si oriented turk, si arabik, si nuk e di çfarë, Enisa Kadri. Do ishte në për dyqanet edhe europiane edhe nuk e dija se si do pranohet. Pra ne e testova tregun me ato një produkt dy, po pastaj ishte dhe një strategji shumë e mirë
që të mbajmë klientët të lidhur për brandin ton, me të rejat, edhe tash çdo produkt të ri që e listojmë, klientët gjithë vrapojnë për me provu edhe për me pa se çka ka dalë re. Mendon që në këtë formë ke krijuar besimin te klientët? Besimit e klientët besoj se gjithmonë kualiteti e determinon. Kualiteti. Mundesh me bo strategji, marketing shumë të mirë dhe gjithçka, po në qoftë se klienti nuk mbetet i kënaqur prej asaj që ka përdor, nuk do të kthehet mbrapsht. Po qoftë edhe nëse motra jote prodhon diçka të tillë, nuk do të kthehet mbrapsht. Padyshim që po. Sigurisht që ka qenë një rrugë e vështirë pastaj, duke ditur që një moshë kaq të reti të arrish dhe të krijosh linjën tënde, të jesh Enisa Kadri e shumë personaliteteve, e shumë fytyrave, e shumë atyre që e mbajnë vërtet veten dhe kujdesen për lëkurën e tyre. Unë mendoj që nuk ka rezultat më të mirë dhe sigurisht që ndjen më të pasur për ty shpirtërisht edhe për gjithë familjen tënde që të arrish të krijosh diçka me emrin tënd dhe kjo të bën më shumë ti krenare besoj. Faleminderit për këtë pjesë. Atëherë i dal zot emrit tim shumë. Jo vetëm tani, po edhe kur nuk kam krijuar si brand. Kur ne punonim për të kriju strategjinë e brandit dhe determinonim emrin, caktonim këto gjëra, ekipa ime thoshte është një rrezik shumë, edhe konsulentët që kishim marrë të jashtëm, thonin është shumë rrezik i madh që do me thënë ta bësh emrin tënd, vënë një emër tjetër se po mos dali suksesshëm, do me thënë kjo gjë, atëherë do të shajnë emrin. Por isha shumë e bindur se e dua këtë edhe thash i rim mbrapa edhe të mirës edhe të keqes, ashtu siç edhe në jetë. Edhe është krenari, pa tjetër. Tashmë e kemi kriju me të njëjtin brand, me të njëjtin emër kemi kriju edhe brandin e Diamonds edhe Jewelry. Po, edhe nuk e di. Tashi, mendoja që ta bënim edhe një rebranding, mos ta bëjmë vetëm Enisa Kadri, se shumica njerëz e klientëve të huaj nuk e spell, nuk e perceptojnë. Po mirë. Doja ta lem vetëm AK, por le ta shohim se si do jetë. Enisa Kadri është më i bukur. Është më i veçantë pastaj. Unë mendoj që je mjaft e guximshme përderisa ke arritur që të bësh brandin tënd, të kesh linjën tënde. Duhet pas një karakter të fortë, e ke ti? Atë duhet pyet njerëzit që merren me mua çdo ditë edhe kështu, po kam një karakter të fortë sepse nëse je labile nuk arrin dot edhe shpejt thyhesh. Kështu që unë nuk jam dorëzuar, gjithmonë jam luftarake dhe në karakter jam shumë luftarake dhe gjithmonë ja ke dalë dhe besoj që do ja dalësh, jam e bindur, duke të njohur tani më edhe me sukseset e tua. Dashur, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që nisëm këtë mëngjes së bashku, kaluan minutat kaq shpejt sa që nuk i mora vesh. Besoj që do shihemi prapë për çdo risi tënde, unë e di që ti nuk do ndalesh, ti vetë se përmendën edhe linjën tjetër të brandit tënd të zgjeruar tani me Diamond. Uroj që të kesh edhe më shumë suksese sesa edhe me këtë linjë që tani më që 3 vite që po e bën. Të dëshiroj shëndet, suksese dhe të pres edhe për rastet të tjera. Faleminderit e dashur, kënaqësi. Faleminderit për ftesën.